Gerta Gixhari ka qenë e ftuar së fundmi në një studio televizive ku ka ndarë me publikun emocionet që ka përjetuar gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme. Ajo ka treguar se merrte malli për familjen dhe shpesh, për të shpëtuar nga kamera, futej në tualet dhe qante. Gjithashtu ish-banorja ka folur për incidentin e famshëm me zarfin e zi dhe shampanjën, kur ajo i hodhi Gjestit shampanjë në sy. Gjestin të gjithë e kanë bullizuar në shtëpi dhe mua më dukej shumë e rëndë duke qenë se jam 9 dhe tani bullizimi në shkolla është shumë i lartë dhe fëmijët hasin një problem shumë të madh. Historit bullizuese, unë i kam dëgjuar edhe jashtë asaj shtëpie. Nëse ka pasur pika që mua më kanë prekur shumë, kanë qenë bullizimet. Në momentin që ai është bullizuar, mua më ka ardhur për së brendshmi për ta mbrojtur. Nga ana tjetër, gjithë situata me Gjestin është marrë me shumë seriozitet nga banorët e tjerë, duke hyrë në këto grackat e vogla dhe provokimet e vogla që bënte. Unë i konsideroja si lojra fëmijësh, ndërsa banorët i morën shumë seriozisht, e andaj ai doli në fund ai që doli. Ata nuk ishin mundësi që t'ia kthenin. Unë do preferoja të qëndronim te lojrat e Gjestit dhe jo te serioziteti i tij si lojtar. Dhe kjo ishte e bukur te Gjesti, lojrat. Për çështjen e shampanjës, ishte jo që unë të bija në provokimin e Gjestit, por duke qenë se ai luante në këtë mënyrë, edhe unë luajta. Unë doja ta ktheja në lojë, nuk u nisa për ta lënduar, u shpreh ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.